Në ditën ndërkombëtare të pyjeve, Institucioni Nacional Parku Kombëtar Malishar ka zhvilluar aksionin për mbjelljen e drunjve në lokacionin ku pylli është shkatruar nga zjarri masiv i pakontrolluar disa vite më parë. Kjo iniciativë ka për qëllim të kontribuojë në rinovimin dhe përmirësimin e stabilitetit biologjik të pyjeve, si një segment i rëndësishëm i biodiverzitetit të malit Shar. Kështu deklaroi drejtori i Parkut Kombëtar Malishar, Emir Huseini. Ai tha se në një kohë kur pyjet përballen me sfida të mëdha si dëmtimi, zjarret dhe ndryshimet klimatike, veprime të tilla ndërgjegjësuese janë thelbësore për të nxitur përgjegjësi kolektive dhe përkushtim të vazhdueshëm ndaj mbrojtjes së natyrës. Sot jemi këtu për të festuar nisjen e projektit për ripëllëzimin të disa prej zonave të dëmtuara, një moment i rëndësishëm për natyrën dhe mjedisin tonë. Si drejtori i Parkut Kombëtar Malishar, njeh shumë krenari që ishim nisur me një iniciativë për mbjelljen e drunjve në zonat që u dëmtuan nga zjarret e pakontrolluara. Me mbështetje nga partneri ynë, kompania Pure Promise, po punojmë për të rinovuar ekosistemet dhe për të përmirësuar biodiversitetin tonë të pasur. Kjo është një mundësi për të investuar në të ardhmen e parkut tonë dhe për të ruajtur bukuritë natyrore. Mbjellja e drunjve është financuar nga partneri i Parkut Kombëtar Malishar, kompania Pure Promise nga Holanda. The issue of CO2 lies at the heart of our plan. Trees have the unique ability to absorb and store CO2 from the atmosphere. Para disa vitesh kishim një ide që të kontribuonim në restaurimin e natyrës duke mbjellur drunj. Përmes kontakteve në Maqedoninë e Veriut krijuam lidhje me personat e punësuar në Parkun Kombëtar Malishar, të cilët pa hezituar e vlerësuan bashkëpunimin dhe ndikimin e mundshëm të mbështetjes që ne po ofronim. Sot doja t'i falenderoja stafin profesional të dedikuar për angazhimin e vizionit dhe për mirëseardhjen e ngrohtë që na e shtrin. Ripyllëzimi ndihmon në biodiversitetin, sa më shumë druj domethënë sa më shumë jetë për bimët, kafshët dhe njerëzit njësoj. Pyjet e shëndosha forcojnë gjithë ekosistemin dhe e bëjnë më elastik. Në fund të këtij aksioni u tha se ky nuk është vetëm një angazhim për mjedisin ton, por një trashëgimi për brezat e ardhshëm dhe se çdo pemë mbjellur do të ndihmojë në luftimin e ndryshimeve klimatike, do të rrisë biodiversitetin dhe do të zbukurojë Malin Shar. Ky aktivitet nuk mbaron me kaq, me kontratën bazë që e kemi me Malin Shar, çdo vit do të difishohet sasia e mbjelljes, si edhe sasia e hektarëve tokë. Unë tash pas kësaj ceremonie, kompania Rose Center veç ka filluar me mbjelljen e 15.000 fidaneve, edhe unë bashkarisht ju bëj ftesë që të shkojmë në vend ngjarje të shohim ecurinë e mbjelljeve të fidaneve. Moto e këtij projekti është: mbjelle një fidan, shpëtoje një jetë. Aksioni i mbjelljes së fidanëve u realizua mbi fshatin Gjurgjevisht të komunës së Vrapçishtit. Në këtë aksion, i pranishëm ishte edhe zëvendës ministri i bujqësisë Flakro Bexheti.